Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra. Sonte jemi në episodin e radhës me një nga studentët tona të veçanta që vjen nga qyteti i Shkodrës. Quhet Kismete Sykaj. Ka filluar studimet në 2018 dhe po themi është akoma vazhdim në studimet për mbyllje dhe masterin në psikologji klinike. Mirë se erdhe Kismete. Kënaqësi që je pjesë e jona sonte. Me një nga temat e muajit Ramazanit, ku siç dim Allah e Madhëruar e ka sjellë Ramazanin si muaj të begat, po njëkohësisht një muaj i cili besimtarin e rregullon apo e sistemon nga ana e rregullit personal dhe njëkohësisht dhe nga ana psikologjike ndikon për 30 ditë ai agjiron dhe kontrollon veten e tij. Pra me një program specifik fillon syfyrin dhe çeliftarin dhe ai person po themi rregullon jetën e tij të përditshme. Si ndikon muaji Ramazanit tek vetë kontrolli i individit, nga ana psikologjike me që tema ose ti je duke u trajtuar ose duke u shkolluar në këtë fushë. Përfitimet fakt në drejtimin psikologjik në muajin e Ramazanit janë shumë. Ndërto është edhe krijimi apo disiplina që lidhet drejt për drejt me vetë kontrollin. Duke marrë në konsiderat vetë strukturën e Ramazanit, që fillon me syfyrin dhe pastaj përfundon me iftarin dhe gjithë elementet e rëndësishëm që ka pikërisht për të realizuar mes këtyre dy kohëve, qoftë edhe gjatë ditës, po qoftë edhe gjatë natës, përcakton atë që quhet disiplinë në këtë rast. Vetë disiplina lidhet me ndjekjen e disa rregullave të caktuara në kohë të caktuar me një qëllim për të nxjerrë një rezultat të caktuar. Dhe Ramazani në fakt i plotson këto kritere, i plotson këto kushte. Qëllimi është për të arritur atë që quhet edhe vetë kontroll. Pejgamberi alayhisalam thot një hadith. Thot men lam yada qawl az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatu an yada ta'amahu wa sharabahu. Thot profeti alayhisalam, kush nuk lën punën e keqe dhe veprën e keqe apo fjalën e keqe, nuk ka nevojë Zoti Mandushun të lej, pra nuk ka nevojë as për etin dhe as për urinë. Si mund ta kuptojmë këtë hadith nga ana psikologjike? Pamja e parë e disiplinës Ramazanit lidhet pikërisht me aspektin material. Materia në këtë rast paralelizohet, po themi, me lënien e ngrënjes edhe pirjes nga syfyri deri në iftar. Ky është, po themi, niveli i parë, niveli i bazë që realizon qëllimin e Ramazanit nga fillimi i muajit deri në fund të tij. Po e bukur e vetë Islamit është që nuk e kufizon apo nuk e përkufizon vetëm në këto terma muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit për të pranuar, një nga kushtet që nga aspekti fetar përshkruhet është që veprat e mira të vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Që do të thotë në Ramazan përqendrimi duhet jetë maksimal për të realizuar për tek këtij niveli të bazë që është vetëm largimi nga ushqimi edhe nga pirja, për të, po themi, pasuruar atë edhe me element që lidhen me vetë kontrollin që përmendëm, me element të sjelljes së mirë, me fjalën e mirë. Normalisht që kjo është ajo që jep, po themi, atë qershin bitor dhe atë elementin shpirtëror, edukativ, disiplinues, human, njerëzor, përveç asaj që është robotike për të larguar nga ngrënia dhe pirja. Normalisht që shumë prej studiosëve muajin Ramazanit dhe quajnë ndryshe si muaj i edukimit të individit, sepse ai, siç e përmendet dhe hadithi profetik, nuk ka qëllim thjesht anën e kufizimit ushqimit apo pijes. Ai ka si qëllim ndryshimin e sjelljes së individit. Që do thotë, sikur thotë Zoti në Kur'an, që kemi përmendur që qëllimi i agjerimit është arritja e devotshmërisë. Pra arritja e devotshmërisë do të përkthehet konkretisht edhe me veprën e individit. Pra sikur ne kemi përmendur vazhdimisht, të themi njeriu ka 3 raporte: raport me Zotin, raport me veten dhe raport me të tjerët. Pra agjerimi vetvete hudh ujë për të ndryshuar sjelljen e individit. Pra nëse ka pas një sjellje negative, ai ka mundësi ta ndryshojë tashmë të bëhet më mirë. Sikur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ju jeni agjërueshëm dhe dikush ju shan apo jo do të konfliktohet me ju, thuaj unë jam agjërueshëm. Pra vet kontroll. Pra individi ka nevojë për të edukuar vet kontrollin e tij. Dhe pikërisht besoj që edhe nga ana psikologjike kjo është një edukim i jashtëzakonshëm që individi rregullon sjelljet e tij. Pra imagjino një person që agjeron dhe shan, apo një person që agjeron dhe merret me përgojim, merret me thashë them. Normalisht që agjerimi i tij nuk ka vlerë. Pra nuk ka vlerë nga ana e shpërblimit. Nga ana juridike ai rrin pa bukë dhe pa ujë dhe mban ditën e agjerimit, por shpërblimin nuk e ka. Kështu që ne shpresojmë që ky mesazh të jetë për gjithë ato që na dëgjojnë, që gjatë muajit Ramazanit një nga gjërat e rëndësishme që do të ketë
është vetë kontrolli edhe rregullimi, disiplina dhe në marrëdhënie të sjelljes tonë, por që kjo të jetë në raport sikur Zoti mëndueshëm e kërkon. Ne shpresojmë që takohemi prapë në episodin e radhës dhe faleminderit që ishit sonte me ne. Ishte vetëm kënaqësi, unë dua shumë që të përcjell idenë që ka një paralelizim midis psikologjisë dhe vetë Islamit. Në këtë rast Ramazani do ishte një teknikë e jashtëzakonshme psikologjike për të arritur gjithë ato që ju thanë deri tani. Faleminderit, takohemi në episodin e radhës.